Vazhdojmë me pjesën e tretë të videove që lidhen me teoremën e sinusit. Në një ushtrim thuhet që këndet e një trekëndshi gjenden në raportin si numrat 5 me 6 me 9. Brinja më e madhe është 7/3 cm. Të gjendet gjatësia e brinjës më të vogël. Me 5x, 6x dhe 9x shënojmë masat e këndeve të këtij trekëndshi. Pra 5-ën e kemi shumëzuar me x, 6-ën e kemi shumëzuar me x dhe po ashtu dhe 9-ën. Kjo do të thotë që këndet e këtij trekëndshi të paraqitura në këtë mënyrë sigurojnë të njëjtin raport siç qëndrojnë dhe numrat natyror, pra siç qëndron 5-a me 6-ën dhe me 9-ën. Duke mbledhur këndet e trekëndshit që i paraqitëm pak më përpara, do të marrim 5x plus 6x plus 9x 180 gradë. Mëtej kryejmë veprimet, kemi 20x të barabartë me 180 gradë, nga ku vlera e x-it do të jetë 9 gradë. Duke shfrytëzuar këtë fakt, ne mund të gjejmë realisht sa janë këndet e trekëndshit që të plotësojnë pra të dy kushtet, të sigurojnë dhe raportin siç qëndrojnë numrat 5 me 6 me 9, por dhe shuma e tyre të dalë 180 gradë. Pra konkretisht kemi 5x të barabartë me 5 shumëzim 9 gradë, aq sa ishte vlera e x-it, baras 45 gradë. Me të njëjtin logjikë gjejmë që 6x-i do të jetë 54 gradë dhe mëtej 9x-i do të jetë 81 gradë. Pra kemi këndet e trekëndshit ton 45 gradë, 54 gradë dhe 81 gradë. Këta qëndrojnë me njëri tjetrin, pra siç qëndron 5-a me 6-ën dhe me 9-ën, dhe shuma e tyre është 180 gradë. Duke menduar 81 gradën si këndin më të madh, do të thoshim se përballë këtij këndi do të qëndrojë brinja më e madhe e trekëndshit, pra 7/3 cm. Ndërsa përballë këndit më të vogël, që është këndi 45 gradë, do të qëndroj brinja më e vogël, po e shënojmë me shkronjën A. Pra për këtë marrëdhënie që krijohet midis këndit 45 gradë dhe brinjës që qëndron përballë tij dhe këndit 81 gradë dhe brinjës që qëndron përballë këtij këndi, mund të shkruajmë teoremën e sinusit. Pra po e shkruajmë pjesërisht këtë teoremë sepse nuk na intereson këndi 54 gradë dhe brinja që qëndron përballë këtij këndi. Dhe konkretisht kemi shkruar që brinja A qëndron përballë sinusit të këndit 45 gradë, sikurse brinja më e madhe, pra që përfaqësohet me gjatësinë e saj 7/3, qëndron mbi sinusin e këndit 81 gradë. Zvendësojmë vlerën e sinusit të këndit 45 gradë me 0/71 dhe sinusin e këndit 81 gradë me 0/99, vlerat paraofruara këto. Dhe nga barazimi i këtyre dy thyesave, kemi të drejtë të shkruajmë që A shumëzon 0/99, si anën e majtë e një barazimi, pra e barabartë kjo me 7/3 shumëzim 0/71. Vazhdojmë kryejmë veprimet, pra A-ja është e barabartë me 7/3 shumëzim 0/71 mbi 0/99, dhe duke patur parasysh rrumbullakimet që kemi bërë për zvendësimin e vlerës së sinusit 45 gradë me një numër me presje ku kemi marrë vetëm dy shifra mbas presjes, po kështu për sinusin e këndit 81 gradë me zvendësimin pra me 0/99, kemi të drejtë të themi që anë do ta marrim me një lloj rrumbullakimi dhe vlera e gjatësisë së brinjës më të vogël për trekëndshin që është dhënë në ushtrimin ton është 5/2 cm.